Do përmendin një ngjarje shkurtimisht dhe me këtë e përfundojna. Ne e dim ngjarjen e Hadixhes me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po ka edhe njerëz të thjeshtë që ju kanë ndodhur kjo. Njerëz të thjeshtë kuptimin e s'jam pejgamber. Ka qenë dietar i madh në shekullin e 6, i cili ka jetuar në pjesën e Iranit sotshëm. Ata ka qenë muslimanëve, jo e shijave. E ka emrin ai vend Gjilan. Quhet kjo alim Abdul Qadir el Gjilani. U gjallar të ulemat e njohen këtë alim. Ky e ka morë çantën me shku me kërkue ulema, me lip djetarë në përvende tjera me kërkue ilm. Dhe nanën e ti e ka pas edukatore. Ja ka mush çantën me pare. Ka thonë që djali jem shko lip ilm. Ka thonë ojna nëna ime cila është porosia jote. Ka thonë o biri jam unë e vesh një fjallë, mu me ta thonë zdi ma shumë. Ka thonë mos rrej kur. Qoftë edhe nëse bahat puna me nuk shpëton, pos rrejna, mos rrej. Si t'jesh me një kriz, e di që vesh me rrejt pështon, mos rrej. Ka thënë Allah i trunë, zdi ma shumë mëne. Edhe e ka morë këta. A i ka ditë shumë ma shumë se në vetë. Por këshilla në vetë e ka pështue. Rrugës me karavanin e njerëzve e ndalin disa rrugaq. Njerëzit ku ta u tarik i thojnë arabët, ata që dalin rrugë plaçkash, apo sot përdorët me termin me mafia e kështu me radhë. Ndalin dhe i kontrollojnë mja umër parët. Zakonisht fëmijët nuk i kontrollojnë, apo? Zakonisht fëmijët nuk i kontrollojnë dhe malet të trajton. Atëherë e pyesin këta, tebe gjallë i ri, a ki pare? Thot po kam, çantën plot e kam. Dhe ato që ditën që shka mundësi ki me kalzu drejt. Thot kina shta të baj i gare. Thot vallaj plot e kam qenë den dinapot kalzoj, sa pare i kam. Ja kalzon kitë parët. Ato e morin e kontrollojnë i gjenë parët fix sa i ka kalzue. Edhe e morin të i madhi. Po i kanë do, kështu, pi una pasaj shkujnë të i madhi. Edhe pseve ti kalzove gjithë të pare kuj ki morë. Thot nëna ime mi kalon jam të shku me kërku ilm, Kur'an dhe hadith. Thot nëna jotit ka thonë, po tha kur më dola, kur më lapi për cili, tha o bir jam kur mos rej sa Allah i të një mon. Tha subhanallah i ladhim. Ti në nëntane e kingu, une që sa vjetë këtu i nali njerëzit, e Allah i ka thonë mësë ban zullum. Ka thonë ti, ka thonë hetë si i lirë, meri parët. Thot Abdul Qadir el Gjilani, thot nga bo hajrë porosia në nësteme. E kjo porosi ka cene pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj u pit njërë vidjetarëve të mdojt, Sufjan e Thauri. I thanë, qka me kalzu drejt? Tha, kur nuk të pështon vesh rejna. A? Tu pi qaj, leta me kalzu drejt. Ama me një ven, nuk të pështon në tyje, pi do një krizet madhe, vesh rejna, edhe ti kalzon drejt, që atëherë je i drejt. Andaj tha sallallahu aleyhi sallem, kush i ka këto katër pun, më spërzitët, je i drejt, ki moral, ki amanet, han halal, edhe pse pak po halal, dije se ketë që ka të ka upi dunjajës, është pak. Elusmi Allahu Gjellë Gjellalu që zotë jonë të bare kjo e tala, na mundëson mu të cilësu me këto cilësit e larta, dhe sa ti ka përmejnë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam.